E nisim së bashku, Fation, referuar edhe deklaratës drejtorit të policisë ditën e sotme, i cili nxori në pa një aspekt i cili nuk ishte përmendur deri tani. Një raport i cili ekziston mes një oficeri policie edhe një nga vajzave të cilat ishte dhunuese. Sa normale është që ngjarja është mbajtur e fshehur për gati një muaj dhe vetëm pasi flas një skandal i tillë, del drejtuesi i policisë dhe përmend një fakt të tillë. Sigurisht ngjarja është e rëndë, por më e rëndë bëhet kur në të përfshihet dhe një oficer policie. Një punonjës policie i cili e ka për detyrë që jo vetëm t'i evidentojë ngjarjet, t'i referojë ngjarjet, por duhet mbajë edhe një qendrim. Dhe qendrimi duhet të jetë institucional dhe nuk mund të jetë një qendrim privat. Fakti që drejtori i përgjithshëm policisë thekson që ka pasur një marrëdhënie të papranueshme, nuk ka një qartësi lidhur me kë, pra me një nga dhunuesit. Është e mitura apo është personi madhor? 19-20 vjeçaria, po. Sepse nëse do kishim dhe rastin që përfshihet me një marrëdhënie të papërshtatshme me një të mitur, pastaj kemi të bëjmë edhe me një vepër penale, marrëdhënie të papërshtatshme me një të mitur. Nuk duam ta ludojmë se nuk është shumë e qartë dhe deklarata në drejtim e ka drejtori i përgjithshëm, e ka në një marrëdhënie e cila kalon normat apo në një marrëdhënie që vjen për efektet e korrupsionit. Po duhet ishte shtëruese për shkak të ndjeshmërisë që çështja ka. Drejtuesi i policisë duhet ishte shtërues në detajet e këtij raporti që ka mbajtur të fshehur zbardhjen e kësaj ngjarje. Po nëse EOMA e dhunuesës nuk do të kishte bërë një mbajtje në qendrim publik me ato deklarata, çështja mund të mbajë e fshehur. Sepse për sa kohë brenda saj përfshirë dhe oficer policie apo një punonjës policie, mundet që edhe në rastin e parë që ka pasur edhe një referim tjetër, kjo çështje nuk ka qenë e ekspozuar. Pra është rasti i dytë i përdorimit të dhunës në të njëjtën qytet nga një nga vajzat e dhunuese, pra është rasti i dytë i përdorimit të dhunës. Dhe dalja e videos, e cila shokoi opinionin, por jo vetëm, por krijoi një situatë të rëndë dhe të papranueshme, ktheu vëmendjen tek publiku që nuk është një rast izoluar dhe nuk është një rast i shkëputur, por rastet e përdorimit të dhunës dhe çfarë tyre në media, në sociale, pra në rrjetet sociale, është kthyer si një gjë e cila duket si mod. Kujtojmë dhe një rast kur dy vajza që shërbenin ndaj një të moshuara përdornin dhunë ndaj saj dhe kjo dhunë prapë u ekspozua dhe patën përsëri të njëjtën ndjesi. Pra, përdorimi i dhunës, ekspozimi i tyre si një mburrje në rrjetet sociale, tregon edhe një herë që ka diçka që ne si shoqëri na vret. Institucionet Dua të ndalem tek Eva që na i shpjegoj se çfarë ndodh, po fillimisht dua të ndjekim një insert, është mamaja e vajzës së dhunuar, e cila në një reagim për korrespondentin tregon edhe këtë kalvarin me institucionin e policisë për ta denoncuar rastin. E ndjekim atë insert dhe rikthehemi sërish me diskutimin në studio.